I cili e shfrytëzoi mirë momentin kur doli nga Big Brother VIP Kosova. Dhe ai është Azem Gagica. Është Azemi i cili bëri të diskutohet shumë kohët e fundit edhe për praninë e tij në një film artistik të prodhuar nga Rika dhe Eriola, sepse ishte një person i dyshuar që mund të kishte lënë për gjysmë xhirimet, jo për gjysmë xhirimet më shumë se sa për faktin që kishte kërkuar disa skena të priten të hiqen e gjëra të tilla si këto. Megjithatë ishte i pranishëm në premierën e filmit dhe ktheu edhe një herë vëmendjen e gjithë fansave të tij, kryesisht femra, pikërisht tek personazhi i tij. Por Azem Gagica është personazhi i cili e shfrytëzoi shumë mirë famën e tij, sepse me të dalë nga Big Brother VIP Albania, më falni, Big Brother VIP Kosova, gjithmonë ngatroj me njëri tjetrin këto formate, Azemi ka qenë ai i cili për praninë e tij në një videoklip ka kërkuar hiç më pak e hiç më shumë se sa 1.000 euro. Pikërisht për këtë duhet të themi se deri tani ai gjendet në vendin e parë për sa i përket kërkesës për shpërblim. Por duhet thënë edhe kjo, se Azemi ka patur kërkesa në pjesën e parë të daljes nga Big Brother VIP Kosova, kur dhe fama e tij ishte në maksimum dhe normalisht ka mbajtur këto çmime. Pra çmimi i paguar, thuhet që është paguar maksimalisht për 1.000 euro për praninë e tij gjatë një videoklipi është ky. Por më vonë nuk e dim aktualisht se çfarë ndodh me tregun e këtij personazhi që përmenda dhe të personazheve të tjerë. Ky është një informacion që erdhi nga Showbizi sot.